Një skandal i vjedhjes së fondeve ka përfshirë Postën Shqiptare, një skem ku dëmi financiar për llogaritet në mbi 700.000 euro është zbuluar në degën e Postës Shqiptare në Durrës. Pas një kontrolli të brendshëm, shoqëria tregtare ka depozituar në prokurori kallëzimin penal ndaj disa punonjësve të filialit të dyshuar për parregullsi në raportimin dhe administrimin e fondeve që lidhen me shërbimet e pagesave. Në kuadër të masave administrative, drejtoresha e filialit të Durrësit, Elizabeta Mataj, është karkuar nga detyra, ndërsa drejtuesi e sektorit të financës, Valbona Duni, ka dhënë dorëheqjen. Sipas njoftimit zyrtar, shkeljet u konstatuan gjatë rakordimit të fondeve dhe raportimeve financiare nga drejtoria ekonomike e institucionit. Posta Shqiptare sqaroi se fondet e prekura nga parregullësitë nuk kanë lidhje me pensionet apo me pagesat e pensionistëve. Dokumentacioni mbledhur gjatë kontrollit i është dorëzuar prokurorisë, ndërsa institucioni deklaroi se po bashkëpunon me organet ligjzbatuese për zbarjen e plotë të rastit. Përcaktimi i përgjegjësive individuale dhe ndërmarrja e hapave të mëtejshëm procedural tashmë u takojnë organeve të drejtësisë. Posta Shqiptare thotë se do të zbatojë tolerancë zero ndaj çdo rasti abuzimi me detyrën apo me fondet e institucionit.